nëse jemi në një vend pune ku kryesisht nuk jam praktikues të fesë, ka shumë tendenca me na bë shumë pyetje rreth shamis, rreth funksionimit ton ditor, edhe si ajo pyetja ka një herë humoristike që është qysh kur hin me botush a hek shamin, edhe atja të bojnë pyetje të tilla? Në fillim kam bu pyetje, një fakt shka ju ka duk shumë interesant vlera, unë vi për një familje, falë Zotit, do më thonë muslimane, që janë të dhëzum, po fatkeqësisht jam e vetmja në familje, edhe nga ana e familjes të baba, edhe nga ana e familjes të burri, që jam e mbulesë. Edhe kur unë javë të regoj këtë fakt, ata habitën, do më thonë që qysh te jem e mbulesë, edhe familjen tane nuk është kërkosh, do më thonë, nuk mundën me besu shumë letë. Mandej, kur ju thom edhe faktin që faktikisht unë kur kam shku në Austri, nuk kam qenë e mbulume. Edhe ndoshta ju bën edhe ma shumë përshtypje se sidomos edhe ndoshta edhe për Kosovë është me të bë përshtypje se qysh një shqiptare po shkon me një vend evropian, me një vend modernizum, edhe po vendos atje me mbulu, domethënë kjo është një mënyrë për ata edhe ajo përgjigja që unë edhe japi zakonisht që mbulesën fatmirësisht nuk e kam obligim as për prindve, domethënë nuk ma kanë imponu, jo obligim, po imponim, as për i burrit, se të kisha pas për i prindve, kisha pas për kohës pubertetit. Të kisha pas për i burrit, të kisha pas për i moshës në 19 vjeçare, domethënë për kur jam e martume. E kështu që, domethënë, me këta javë dëshmoj që kjo është veç vendoshmëria jam, vullneti jam, besimi jam që unë me shamin dihem e kompletume, domethënë. Kjo është ajo pjesa jam që mu bën të plotësume. A mo pyetje ka normalisht, edhe pse më të drejtën vlera në fillim normalisht kanë qenë ma skeptik, po tash janë mësu edhe familiarizu. Po, janë shumë, do më thonë, mune me thonë që jam shumë mire akceptume, do më thonë. Shumë mirë. Nuk po du, kthehem prap të kjo pjesa e besimit, po kisha dosht me vazhdu me si përfaqësuese departamentit software të fakultetit teknik të Gracit, ku mahen, do më thonë, pjesa konferencave të krejtë fakulteteve. Ky është roli yt, përveç pozicionit që e ki punë të përditshme. A mund të shme na sqaru pak çka është kjo? Po, unë faktikisht jo menagjere e licencave dhe softvereve në qendrën e shërbimit informativ, do më thonë, të Universitetit Teknik të Gracit. Kjo i bjen, i menagjej licenca, do më thonë, si licenca, do më thonë, aspektin e studentve, të profesorve, si dhe të punojnësve, do më thonë, Fakultetin Teknik të Gracit. I bëj para përgaditje, do më thonë, softvereve të ndryshme, update-a që abohën, gjitha softveret